Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të komentuar pak një lajm të shpejt. Do me thënë të gjithë ndjekësit kanë parë një fotografi të publikuar nga faqja VIP Magazin, ku Selin ka qenë pjesë e festës së madhe që po mbahet në Tiranë. Fifi sonte ka koncertin e saj recital, një koncert që në fakt ka bërë bashkë të gjithë artistët. Ajo që në fakt më së shumti ka rënë në sy në këtë koncert ka qenë prezenca e Selin, por këtë herë jo me gimbon, por ka qenë e shoqëruar nga Shëndriti. Tani, fillimisht një herë, duke e ditur se çfarë afrimiteti ka Fifi me Shëndritin, normalisht që do ta kishte ftuar në festën e saj, në koncertin e saj, më me vlerë që Fifi në fakt bën për të gjithë karrierën e saj muzikore. Por së dyti, duke e ditur që Shëndriti tashmë ka një shtëpi të dytë në Shqipëri, ku Selin e ka pranuar dhe vetë, por gjithashtu dhe Shëndriti e ka thënë që Yasemin Bollati, në këtë rast nëna e Selinës, i ka thënë Shëndriti që ti e ke derën hapur në familjen time, që ti e ke shtëpinë hapur këtu, me patjetër që sot ai do të përzgjedhte Selinën si shoqëruese në këtë festë të madhe, pasi që dhe Selina ka qenë e ftuar nga ana e Fifi. Do me thënë Fifi ka ftuar të dy palët për t'u argëtuar. Gimbon nuk është që nuk e ka ftuar, sepse unë e di që Fifi ka raporte jashtëzakonisht të mira me Gimbon, me Gjestin, nuk është që kanë raporte të krisura, por mund të ndodhë që këtu mund t'jeti përfshirë pak edhe on air, për faktin sepse Gjesti ka patur probleme me on air, ndërsa Fifi ishte ajo e cila e publikoi mbështetjen jashtëzakonisht të madhe ndaj Erkandit, dhe ndoshta tani në këtë periudhë edhe mund të jenë krisur mes njëri tjetrit, do me thënë Fifi me Gjestin, dhe në këtë rast nuk ka qenë edhe Gimbo, dhe normalisht që Selin ka shkuar me Shëndritin për të duartrokitur këtë festë kaq të madhe të Fifit. Fakti që Selin nuk ka qenë me Gimbon nuk do të thotë që nuk janë gjërat në rregull, apo nuk do të thotë se ka thyer ndonjë ligj. Po thjesht faktit unë mendoj që Gimbo është duke mbajtur hatërmbetjet e mikut të tij, që normalisht Gjesti nga këto kontrata, nga puna me on airin përfundoi në burg, dhe normalisht nuk do të ishte pjesë e një manifestimi që po bën sonte Fifi, sepse unë e di shumë bukur që Fifi atëherë ka mbështetur, do me thënë kompaninë Onima, sepse Fifi është e lidhur me kompaninë Onima, ka edhe një kontratë. Dhe mendoj kjo do të jetë arsyeja pse Gimboja sot nuk është pjesë e kësaj feste kaq të bukur.